Si që shikni, puna jonë ka filluar në këndin e gatimit, mirë se erdhët, ju Anvisa që në ndishni për ditë dhe mësoni receta me zonjën Vjolca, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ju përshëndesim nga ekrani. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot do të bëjmë një strudel dimri, mbasi mollët. Janë të spinës, janë fiks në periudhën që... I gjejmë si të dëshironi ju, varietet nga më të ndryshme. Unë për të realizuar recetën time, kam zgjedhur këtë lloj molle, që është jeshile, kuqe, është goxha me lëng, është shumë e shijshme. Po. Edhe është e ëmbël. Dhe është e ëmbël, duket, ka shije të ëmbël. Atëherë, për të realizuar recetën e strudelit me mollë, së fillimisht do të përdorim, do të bëjmë brumin që ta përgatisim vetë. Me 200 gram miell, një lugë gjelle vaj, një lugë gjelle uthull, një kokër vezë, dhe do të keni shumë kujdesën varet nga lëgështia e miellit, 3-4, maksimumi 5 lugë ujë të vakët. Unë zgjedhja ime është e kompanisë Divela, mielli 00 farina, është për përdorim të përgjithshëm. Ndaç për ëmbëlsira, ndaç për pasta, e kemi thënë dhe herë tjetër. Dhe në recetën e parë dhe në recetën e dytë që më duhet një lugë miell për të trashur pak supën, unë përsëri kam nga kompania Divela. Atëherë kam përgatitur brumin, mbasi e kemi përgatitur, do ta lyejmë brumin me pak vaj dhe do ta lëmë në temperaturë ambienti 30 minuta. Brumi im si ka bërë 30 minuta, Zoti na ndihmoft që të na hapet mirë, sepse duhet ai minutazh që të qetësohet. Po sigurisht edhe pastaj do të hapim një sofra bez, mbulesë tavoline, picet të madhe si i thoni ju, dhe do të mundohemi të hapim mbi picet për arsye se do të vazhdoj puna, do procedojmë duke e mbështjell strudelin me ndihmën e picetës, mbasi me dorë nuk i japim dot formën që dëshirojmë. Na duhet gjalp. Unë do të përdor zakonisht për ëmbëlsira dhe për gatime të ndryshme, gjalpin vitam, kam shkrirë këtu, gjithsej na duhet 150 gram. Këtu kam 110 gram, e kam shkrirë, e kam bërë gati, dhe këtu përsëri do të hedh një lugë, një 40 gramsh, dhe do të kaloj peksimadhen, 80 gram, peksimadhe e kam këtu. Kemi 100 gram stafive, rusht të thatë, 50 ml një teke, folur në gjuhën e atyre që pinë, rum, një lugë çaj me kanell dhe 100 gram sheqer. Zgjedhja ime është nga kompania Fera, sheqeri në këtë paketim. është paketim i ri për ne, është tamam për ëmbëlsira, se nuk është i grirë, është i hollë. Jo pudër, po është më imët dhe na shkrin më kollaj kur ne gatuajmë ose kur duam ta përziejmë me ingredientë të tjerë. Këtu shkrim gjalpin, edhe pak, dhe peksimadhen do ta kaurdisim derisa ajo të marrë një ngjyrë të kuqëremt, të zverdhet, dhe të marrë një ngjyrë të kuqëremt. Do ta hedhim mbi petë që të përthisi komplet lëngjet që do të nxjerrë molla. Po. Shumë faleminderit. Dhe kjo është një mollë që ka goxha lëngje. Mua do të më duheshin minuta të tëra, një punë që nikë. Anvisa, vetëm kjo procedura e mollëve mund t'ju marr pak kohë, se kam përshtypjen se pjesa tjetër është shumë e thjeshtë. Nuk ka dhe shumë përbërës, pra brumi që do të realizohet edhe kjo pjesa e kaurdisjes, peksimadhes edhe... Që përsëri mua dhe për këtë pjesë do të më ndihmoj Niki. Po. Ja. E lëm gjalpin sa të tretet mirë, u shkri komplet, dhe hedhim peksimadhen. Do të atrazojmë peksimadhen derisa të marrin, thash, ngjyrë të kuqëremt. Duke e trazuar vazhdimisht, se po ta lëm, na nxihet dhe nuk sigurisht na hidhrohet, nuk ka shije të mirë, por edhe sy. Pra, peksimadhja
me bukë të thërmuar nga jo peksimadja. Që mund të realizohet shumë kollaj edhe në shtëpi Po, peksimadja. patjetër, me ato E bukët. grim me grisën e qepës. Bravo. I thajmë në temperaturë 80 gradë, jo që të marrin ngjyrë. Dhe kur ato janë bërë si gati si kocka, i grim. Nuk është nevoja që t'i blejmë. Ja, ky proces Tani na po merr vi unë pak aty të kohë, trazoj, nëse... Po, dhe unë të filloj të hap një qik petën. Por, para se të hap petën, do t'i bashkoj ingredientët të gjithë me çfarë kam në tavolinë. Kujdes, Niki, se temperatura është e lartë, duhet të trazuar vazhdimisht. Pra këtu odhëm gjalpin edhe peksimadën, në? Po. Tani do të hedhim 100 gram sheqer. Pra masa është 100 Ja, gram. e ka këtu 100 gram, nuk përdorin peshorit, këto na Është kryejnë shumë punë. sheqer i bardhë dhe më imët, pra Është si kundër imët, na ndihmon, efektuar. po. Një lug kanell. Një luk, po. E dim të gjithë që kanella me mollën shkon shumë. Edhe thjesht një mollë me kanellë e pjekur, një mollë e pjekur me kanellë. Do të hedhim rum, 50 ml rum, po. pra një Do të hedhim porcion. një stafide që është më e pjekur se të tjerat, stafide, dhe do t'i trazojmë të gjitha së bashku. Pa ato do kalojnë në pra temperaturë, është- jo. Thjesht do të mbështjellni se Jo. thuash petën me ato. Ose më saktë ato do të vendosim mes petës. Po peksimadën do t'japim pak më shumë ngjyrë se Po, Është do goxha. t'japim një qik ngjyrë më shumë, ha? Prit. ja, shife. Këtu në mes është më Jo, në rregull, se shiko, është lagështira. Do të marrin çik ngjyrë më të kuqërrem, Niki, për arsye që të bëhet pak krokante dhe të na përfithi komplet lëngun e mollës, Okej. ha? Kemi më përbërës aty të bëj një përmbledhje të listës, me qënë se ne po i shfrytëzojmë pak a shumë. Jo, përbërësit kanë përfunduar të gjithë, është vetëm gjalpi që ne do të lyejmë petën. Po, në rregull, që do ta hapim më pas. Pra një strudel dimri me mollë, kemi përzgjedhur një frut të stinës që mund ta shfrytëzoni në të gjitha mënyra, qoftë edhe për të konsumuar nga ana e fëmijëve mollës, frutat. 200 gram miell, një vezë, 3-4 lugë gjelle ujë të vakët, një lugë gjelle vaj, një lugë gjelle ushkull, pak krip, pak sheqer. Ndoshta këto janë përbërësit zonja Vjoca për realizimin e brumit, apo jo? Pjesa e pare menus, 1.5 kg moll, 150 gram gjalp, 80 gram peksimadhe, 100 gram stafide, 100 gram sheqer, një lugë çaj kanell dhe 50 ml rum. Dhe tani si kundër e shihni jemi gati për të shtruar petën, në një cop të pastër. Në një sofra beztash ose picet, kemi bërë brumin, thashe kemi lyer me vaj, dhe tani do të hapim në picet. Po. Ja, ndërkohë kjo mori dhe ngjyrën që është akoma më errët. Hidhe këntani, hidhe shpejt atë. që është. Edhe e fikim. Pa. Kjo ishte një peksimadja me pak gjalp fitan. Dhe tani fillojmë me hapjen e brumit petës. Do t'jetë një petë trash do një Vjoca kjo, apo do t'jetë sa milimetra zakonisht bëhen këto strudelit? Nuk bëhen shumë si byrek, besoj, e? Jo, të mundohemi të hapim sa të mundemi. Okej. Ne do të vazhdojmë me hapjen e petës, ndërkohë që kemi hapësirën publicitare. Është momenti që ne falenderojmë bashkëpunëtorët tanë për të rikthyer më pas dhe për të vazhduar me mbushjen e petës. Do të shihni procedurën vetëm pas pak, shumë shkurt. Ja ku erdhëm, kemi vazhduar me hapjen e petës në këtë madhësi, pra sa që do dëshirojmë në fakt dhe sa mollë kemi, varet. Dhe edhe pse brumi nuk ndeti shumë, është merit e mjellit që peta u hap shkëlqyshëm. Dhe jemi të Atëherë, e suksesshëm. lyejmë me pak gjalp. Do të kërcasi në gojë dhe të tretet. Edhe kur ta pjekim, herë Paka shumë sa një, si të thua, petë
Byreku, është, ta kenë parasysh në base se kuptoj nga kamerat. Jo, pet baklavaja, pet byreku. Byreku, pa. Shumë bukur, e lëmë atë. Tani, mirë është që Do t'jap një lezet, kjo pjesa do të sillet e gënjëtim nga brenda. Është kaq e nxehtë, sa që në moment që do ta hedhum, rrezikoj që të më çaj petën. Është shumë e nxehtë. Kështu që unë do ta përzij këtu, por ndërkohë, nëse do të isha në kushte të shtëpisë, që do ta kisha lënë të ftohej mirë, do të ta hapja direkt në petë. Por, së më betet gjë tjetër, ta hedh këtu që të më ftohet. Ndryshe peta do të më qahet. Aty ftohet me ingredientet e tjerë. Sepse ka përbërësit e tjerë. Dhe kjo e bën si një garantim së brendshmit. Tani, e bëni sipas dëshirës. Mund ta hapni komplet mollën në petë dhe pastaj do ta mbledhim me sofrabezin e bukës, mbulesën e tavolinës, ose mund ta bëjmë këtu vetëm një horizontalisht, duke i bashkuar petët. Po unë mendoj që më mirë ta hapim edhe na ndihmon po. Mirë. Pra, të kemi kujdes që petat mos jetë dhe shumë e hollë, sepse molla rëndon edhe ajo mund të ndikojë pastaj në të ketë një trashësi, si që tham nga duke lënë 1 centimetër anash. I marim dhe të mollët e tjera. Po. Ju të gjithë e dini, kur mollët i grimë më parë, atëherë i luajmë me pak lënë limoni. Që të mos oksidojnë. Edhe i kullojmë. E hapim mirë. Janë një strudel që mund të realizojmë shumë thjesht në shtëpi. Shumë thjesht. Bëhet për shembull dhe me fruta të tjera zënje Vjollca? Po për shembull me dardhë, bëhet po si por me mollë është më e thjeshta. Po. Petën, shiko, mendo sa mund të hapej peta, në ambient temperaturë, hapet akoma më shumë. I fusim që këto anët brenda, duke i hapur, është miell i përsosur, shiko. Edhe pse unë e tërheq, bëhet fjalë për 200 gram miell, nuk bëhet fjalë për shumë. E hapim, e shfrytëzojmë, e rregullojmë këtë me dorë. Edhe pjesën tjetër këtu? Po da. Do të jetë mbyllja e. Ja. Tani Shkësa kollaj u mblidhet me... Po, shumë kollaj, shumë thjesht. Ja. Okej. Tani mund të bashkohen, si të thuash, gjatësia e fundit me dorë, shumë bukur. Ja. Ja, u bë. E marrim pra, pjesa e palosjes do t'jetë nga poshtë, që kemi vendosur në tepsi një letër pjekjeje. Dhe një herë, 2 herë. Mbajmë këtu këtë. Mbaj tepsin. Edhe, ja. Ja kubë. Shumë thjesht. Shumë thjesht. Nëse do tentonim ta bëni me duar, do t'ishte shumë e vështirë. Nga sipër do ta lyesh me diçka? Patjetër, do ta lyej me gjalp. Dhe her pas here do ta vendosim në furrë në temperaturën 200 gradë për rreth 25 deri në 40 minuta. Do ta shohim, e lam 10 minuta, e hapim furrën, e lyejmë përsëri me gjalp. Që të qëndrojë vazhdimisht e butë? Po. Dhe sigurisht këtu mendo, këtu mund të hanë goxha. Ja, do ta shohim në porcione. 5-6 veta, besoj. Si mund të nike 5-6 veta? Po them që të hanë një këtu. Jo, avash Niki, jo më shumë se 5 cm. Ja kaq. Aq pak? Po, aq. Mjafton. Se moll ka brenda. Po ka dhe gjatë. Okej. Të hani sa të doni, se është shumë e shishme. Ja, garantojmë se kam përshtypjen zonja Vjollca e ka testuar ca herë që ne e ka sjellë në këtu, në vendin e gatimit. Unë i bëj shpesh strudelin me mollë.
E kam përgatitur dhe me ftojnë dhe me dardha, por... Kush është më e shishme, me ftojnë, me dardha apo me mollë? Shumë molla, më përqenë shumë. Se ndoshta edhe kur piqet, edhe me kanellë shkon shumë dhe ka aromë tjetër, besoj. Dhe mbush komplet shtëpinë. Në atë aromën e dhe këndshme krijon të një kanellës. intimitet kur të gjithë presin që ta nxjerrin nga furra, siç presin dhe këtu, ë? Djemt, Niki, të gjithë, dhe kur e nxjerr ajo aroma e kanellës së bollës. Mendo të kesh edhe çik zjarr me dru. Sa minuta do ta lëmë në furrë? 35 minuta. 35 minuta. Pra, nuk po vonohen, në mënyrë që... Nuk është taksative, mund ta bëj edhe për 30 minuta. Varet si tensioni. Po, varet nga trashësia e brumit, e nëse ajo ka marrë një ngjyrë të kuqërrend, por gjatë pjekjes unë do ta lyj edhe një 2 herë të tjera me gjallë. Gjatë kohës që ajo është në furrë. Bëjmë një përmbledhje të përbërësve për të shkëputur dhe për të takuar në pjesën tjetër pas fleshit informativ. Pra sot kemi gatuar në pjesën e parë strudel dimri me mollë, 200 gram miell, po japim fillimisht recetën e brumit që do të përgatis, në cilën do ta lini gati 30 minuta. 200 gram miell, një kokër vezë, 3-4 lugë gjelle ujë të vakët, një lugë gjelle vaj, një lugë gjelle uthull, te uthulla ndala unë. Ndihmon uthulla për të hapur petën, edhe kur bëj byrek, unë i hedhi çik uthull. Era e parë që dëgjoj, me thënë drejtën. Pak krip, pak sheqer, pra për brumin e vendosim për të qëndruar 30 minuta për që të na hapet kollaj. 1.5 kg mollë, është pjesa e mbushjes të strudelit, 150 gram gjalp, 80 gram peksimadhe, 100 gram stafide, 100 gram sheqer, një lugë çaj kanellë dhe 50 ml rum. Kjo gjalpi, unë 4-5 lugë gjalp vitam, si që pak, një lugë e pak shkriva me sy, po, për të bashkuar bashkë me peksimadhen. Si që shikoni, këtu nuk ka ndyrë, do më thënë komplet e ka përthithur peksimadhja, dhe pjesën tjetër e kam shkrirë që lyej petën. Brënda mollët nuk kanë ndyrë. është vetëm yndyra që kemi lyer dhe kemi përdorur të peksimadhja. Mirë, shkëputemi, shfleshje informativ, takojmë në pjesën e dytë. Mirë se erdhët, është pjesa e dytë e këndit të gatimit këtu në Villa 24, kemi përbërës të tjerë mbi tryezë, ju kujtojmë se kemi përgatitur një strudel me mollë, të cilën e shohim shpeshherë dhe e lyejmë me pak gjalp, si kundër thamë. Dhe lëm tani derisa të marrë një ngjyrë të kuqërrendë. Niki, se mos na digjet. Jo, do ta shohim pa merak gjatë. Atëherë, prezantojmë recetën tjetër. Bëjmë një supë me domate. Domatet janë akoma në treg, por nëse nuk janë domatet, atëherë kemi ato kutit të konservuara dhe janë shkëlqyeshëm që mund përgatisim një supë me domate shumë mirë. Në tigan, në tenxhere, unë kam vendosur 3 lugë vaj ulliri dhe qepën pothuajse e kam tretur fare. Një kokër qep mesatare. Një thelpi hudhër. E tani në fund fare. E pres një qik. Hedhe dhe hudhërën. Pra qepën dhe hudhërën. E ka urdis të dyja së bashku. Do procedojmë shumë shpejt, supa bëhet shumë e thjeshtë. Do të shtoj këtu së bashku me hudhërën dhe qepën, një lugë miell, një lugë gjelle, po jo me shumë lidhjen, po jo me shumë maj. Për më pas bën lidhjen dhe na ndihmon që të bëjmë një supë kremoze, e ka urdisim pak fare. Po e luaj dhe pak me gjalp strudelin. Dhe unë këtu kam përdorur pure domate, është më e thjeshtë, sepse dhe një salcë koncentrat ne hedhim ujë që ta hollojmë. Nëse keni salcë koncentrat të fortë, një lugë do mjaftonte, ndërsa këtu unë kam 100 gramshi, 50 gramshi, varet se sa domate do të përdorëm ju. Ka një shijet veçantë dhe është një salcë domate që mua më shijon shumë. I ka të gjithë ingredientët të rregulluara më së miri. Do të hedh ujë. I trazoj së bashku, duke patur kujdes që megjithëse mielli është tretur dhe në yndyrë. Dhe do të hedh një bustin koncentrat perimesh. Knor,
e cila dhe kjo më ndihmon që të jap një shije veçantë supës. Po, zakonisht ti e hef e tretë fillimisht në ujë. Unë e tres kur do të bëj pilaf, kur do të bëj diçka tjetër, kur kam salcën që kam shumë pak pjesë të lëngshme, kur kam ujë, masa 500 ml ujë, me një koncentrat është shkëlqyeshëm. I trazojmë së bashku dhe tani do të hedh domatet të prera në kubik, kryesisht i kam hequr pjesën e farave dhe tani e lë supën që të ziej për sa? Për 15 minuta. Për 15 minuta dhe gjithçka është gati, por përbërësit e tjerë janë përbërësit e tjerë do të kemi më falni një gjysmë speci të kuq, djegës, në këtë stil në ndihmon, e bën pak pikante supën. Kanë fuqi vepruese të madhe në fakt. Qoftë erëzat e tjera, qoftë gjingjëra, hudhra. I heq komplet farat. Farat, po, sepse ato djegin dhe më shumë. Nuk duhet i përdorim. E pres në copëza të vogla. Dhe hedhim që tani sa po e vendosëm për të zier dhe domatet. Po, që tani e hedh. Do t'jetë në formë kremi si sup, apo do t'i lëmë me copa? Krem do t'jetë. Krem. Do t'a kalojmë dhe në blender për copat e domates, që të kthehen në pure. Po. E mbushim edhe pak fare me ujë, që e shohim më vonë se si do t'jetë trashësia e supës. Këtu kemi krem kosi, mbaruam punë me specin dhe me të, dhe këtu kemi qik pesto borziloku. Mund të merrni të gatshme, mund të keni një kavanoz në shtëpi që bëni pasta të ndryshme, por mund të përgatisni dhe vetë. Do të mjaftonte disa gjethe borziloku, vaj ulliri, qik stika pishe, pak hudhër, i kalojmë në mikser dhe na përftohet një masë e tillë ose në havan, akoma dhe më mirë. Këtu kam përgatitur mbruk krepi me 100 gram miell, 125 ml qumësh, një kokër vezë, krip pak piper, të zi dhe kam përgatitur një brum dhe lë brumin që të pushoj për 10 minuta. Kemi një tigan krepash dhe do të bëj 2 krepa. Krepa do t'i lë të ftohen dhe do t'i lyej me pesto. Do t'i palos role dhe do t'i pres. Do t'i shkoj në shish kebab, në një shkop shish kebabi, por nuk do t'ketë mish, po do t'jetë një shish kebab me krepa që do të shoqëroj supën dhe absolutisht bukë, kaq mjafton dhe do t'jetë shumë e shishme, sepse borziloku shkon shumë me domaten, është e vërtet. Aroma e borzilokut kombinohet shumë mirë me domaten. Po bëj një përmbledhje të menus, meqense paka shumë ne teksa i largojmë përbërësit nga tryeza, i kemi dhe i vrojtojmë, i shënojmë përbërësit e menus që kemi në drast të zezë, supë me domate dhe shish kebab, krepi, një kokër qep, një thelpi hudhër, 4 lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle miell, 200 ml salcë domate, 500 gram domate të freskta ose domate në kuti, një bustin knor perimesh, 3 lugë gjelle pesto borziloku, një spec djegës, 3 lugë çaj salcë kosi, 100 gram miell, 150 ml qumësht, një kokër vezë, krip, piper i zi. Dhe jo më kote e theksuam pesto borziloku, ose mund të bëhet pestoja dhe me majdanos, si që kemi bërë për një recet tjetër. Jo, në rastin konkret, duhet pesto borziloku, me borzilok. Tani në një tigan krepash, ose një tigan nëse anvisat të kanë ato më të cektin që kanë në shtëpi. Po, ngrohim tiganin, këtu kemi brumin. Dhe do të bëjmë 2 krepa. Brumin dihet që brumi krepave është i hollë. Kalojmë edhe më sit, që mos ketë fare kokra, po t'jetë një brum i lëmuar dhe kremoz. Fiks sa për krepa, pra sa më i holli, si të thuash, brum është ky i krepave. Të nxjerrim një pjatë. Për t'i pjekur dhe për t'i realizuar. Krepa dihet që bëhen edhe qoftë të hëmbla, me banane, mund t'i përgatisim me qoftë. Mund t'i mbushim krepat me shije nga më të ndryshme. Ne këtu kemi prur
krepa të mbushura me radicchio, me arra, dhe kemi kapur si boqe. Po, i mbajmënd. Dhe me djatë gorgonzola. Dhe janë bërë shumë të shishme. I kemi bërë si shporta, pa shumë. I kemi lidhur. I kemi lidhur. Pa di bëhen dhe me, e kemi bërë dhe me shpule, apo? Më duket se i kemi sjellë, apo? Bëhen, apo i kam ngrënë unë edhe. Jo, çdo gjë që hani juve dhe në për restorante, kam gatuar. Jo, po mendoj se i bën ti të gjitha. Duhet të jetë shumë. Nëse mendon shumë, duhet të jetë shumë i nxehtë tigani për krepat? Duhet të jetë nxehtë. Duhet të jetë shumë i nxehtë. E lëm një çik. Një garuzhe është mjaftueshme sa për të përhapur në të gjithë sipërfaqen e tiganit. Ndërkohë të hedhim një sy strudelit, unë e lueva pak që parë me gjalp, ka marrë atë faqen e kuqeremt dhe besoj se nga fundit, kurse ne përfundojmë, si të thuash, këtë hapësirë gatimi, besoj se do të jetë gati për ta prerë. Shpresojmë. Duhet ftohet, besoj, ai për të prerë, po megjithatë ta presim, do guxojmë pak, të pëlqen pjesa e brendshme. Por një porcion. Nuk ka ngaluar. Ne gjithsej kemi gati 20 minuta, jo më shumë që kemi vendosur. Është vërtet gati 20 minuta. Krepin e shohim derisa të marrë të fluskojë. Ngrihet vetë si pet. Dhe ajo tregon pastaj që është pjekur pak a shumë. Okej. Mirë, ja bëjmë të parin zonja Vjollca dhe do t'ju themi shikuesve se çfarë vetish të tjera ka speci i kuq djegës, sepse ne e përdorim shpesh qoftë edhe të kombinuar në gatime të ndryshme, por duke qenë se është një antibakterial, duke qenë se lufton virozat e stinës, ka i jep shije gatimeve të ndryshme, mund të përdoret qoftë edhe në përtava, qoftë edhe në supa, si kundër e sjellim. Falni, ki nuk e bëj gatimin djegës, por nuk ka gatim që unë nuk hedh pak spec djegës. Po, është e vërtet. Madje kombinuar me erëza të tjera, qoftë dhe këto djegëse, ndryshe japin një, përveç se aromës, japin një shije paksa më neutrale, të mos specifikohet vetëm speci djegës, ama shihni se çfarë vetish shëruese, kuruese, parandaluese ka speci djegës. Speci djegës përdoret në mjekësinë moderne në rend të parë për zbutjen e dhembjeve të pacientëve që vojnë nga artriti dhe diabeti. Studimet tregojnë se speca djegës mund të ofrojnë lehtësim të dhembjeve nga migrena dhe sinoziti. Speci është i pasur me vitamin C, e cila mbron nga infeksionet. Gjithashtu tek speci gjendet në sasi të mëdha vitamina E, së cilës i atribuohet edhe vetia afrodiziake që ka të bëjë me përmirësimin e funksioneve seksuale. Por për të shijes pikante, speci ka edhe një sër funksionesh terapeutike të cilat jo të gjithë i njohin. Speca djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvoglojnë rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjet në tru, si dhe reduktojnë ndikimin negativ të kolesterolit të keq. Është provuar shkencërisht se specat djegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë enët e gjakut. Studimet kanë treguar se kapsaicina në specat pikant vret qelizat e kancerit. Kjo perime si një erës gjithashtu ndihmon luftën nga ftohjet dhe ndalon krijimin e masës dhjamore. Speci ka veti anti-inflamatore, madje rekomandohet në rastet e kollës. Ai lehtëson dhe dhembjet reumatizmale, mjafton zbutja e tij për një farë kohe në një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin e dhembjes. Ushqimi me erëza të çon në një reduktim të peshës trupore. Shija pikante e specit i detyrohet kapsaicinës, e cila favorizon tretjen dhe ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndjehen mirë. Prandaj është e dobishme në luftimin e depresionit. Nuk këshillohet për ata që vuajnë nga patologji si ulcera, gastroenteritet, hepatitet, hemoroidet e të tjerë. Konsumimi duhet jetë i kufizuar, pasi aparati i tyre tretës është delikat.
Mjaftueshëm informacion për të mos e neglizhuar specin e kuq djegës. Tani jemi në kuzhinën sërish për të lyer krepat, një kemi realizuar, kemi vendosur dhe tjetër, madje t'i het një sy se tani sa vjen dhe është më e nxehtë. Më i nxehtë tigani. Mund ta kthesh pak? E ktheju. Dhe krepa do t'i lyejmë me pesto borziloku. Do t'i palosim, besoj. Po, do t'i bëjmë role. Të më shojnë visat këtu? Po, të shojnë, ja, dhe këtu. Ta bëjmë një role. Të tillë, nuk kemi nevojë këtu për picet, se bëhet thjesht fare. Po. E lëmë kështu. Gati është dhe këse këto nuk duan dhe shumë kohë, se janë është brumi kohë. Fike. Ndërkohë edhe supa drejt zjerjes, ne do ta kthejmë në formë pureje, në formë kremi. Lyem edhe krepën tjetër, cila do duket nga brenda, se na duhet pjesa jashtë. Po, se bëhet më mirë, më kollaj. Po. Role. Do të mjaftoshin 2 të tilla. Po. 2 të tilla bashkë me një tas supë. Po. Supë domate. Jo. Me një tas supë, 2 të tilla na duhen për komplet për 4 persona. Jo një krep për një person. Shumë kujdesemi tani zonja Vjoca, se këto janë të holla. Kemi filluar të kujdesemi shumë për shëndetin, me largojmë dhe këta. Ja. Tani si dëshirojnë ti? Krepa ka brenda dhe vezën, ka me çfarë bëm tjetër, brumin me vezë, qumësht, krip, miell, po, kaq. I heqim këto anët. Ta provoj një. Ta provoj një. Edhe kështu si që janë? I bëjmë qik më të plotë. Pa supë, mjafton për një kështu shije ndryshe, Po. Një eksperiment, një gjë ndryshe gjatë ditës. Se shumë kollaj bëhen. Trazoj miellin, vezën edhe krip dhe pak qumësht. Dhe tani shkojmë një shkop shishje bapi. Për t'i dhënë një dekor dhe një pamje supës tonë. Po. Ndërkohë presim që edhe supa të zjejë në këto minutash. Nxjerrim edhe strudelin paralelisht me, po e lëm këtu më njanë, paralelisht me të tjerat, ndërkohë Regjia, nëse i ka gati, si thuash, kostot e se cilës recet, ne mund t'i komentojmë dhe mund t'i arrisjellim edhe njerë në kujtes anvisave, se çfarë gatuam në pjesën e parë, pra kostoja e supës është në rast të parë, për 4 persona 220 lekë, supë më të lirë nuk ka. Me gjithë ato përbërës në fakt, po nga pak për secilën, kryesisht domate, hudhër, vaj ulliri, miell, knor, perimesh, pesto borziloku. Këtu është llogaritur edhe pestoja në kosto. Në një anë. Tek kostoja që kemi grafikisht është llogaritur edhe pestoja e borzilokut, me gjithë me vajin e ullirit. Po, një spec djegës, 3 lugë gjelle salcë kosi, mielli, qumshti, veza, kripa, piperizi. Pra supa për 4 persona është 220 lekë. Atëherë do ta kthejmë tani në pure për ta servirur dhe për t'i hedhur pak salcë kosi. Dhe së dohet e nxehtë. Në fakt është dhe shumë e nxehtë, po kujdes mos përkatemi. Do t'a vendosim prapë për të marrë valë pas zjerjes, apo thjesht do t'a fillojmë? Jo, se salcën do t'ja vendosim vetëm në sipër në tas. Po. Dihet që tomatet kanë atë veprimin e tyre antioksiduese dhe ne na ndihmojnë, përveç edhe ngjyrës, por edhe vitaminës C që përmbajnë. Ndaj jo vetëm në salata, por edhe në supa është mirë t'i përdori. Në moment që do të bjerë temperatura, do të ftohet pak. Asnjëherë ne nuk duhet të konsumojmë ushqimin për jashtë pastave apo risottos. Risottoja po, që konsumohet dhe serviret e nxehtë gjithmonë. Asnjëherë ushqimin nuk konsumohet sa mbaron së valuari. Duhet ashtu si dhe brumi, që ka nevojë të pushojë. Edhe çdo gatim, çdo mirëthash, çdo recetë do që të pushoj pak. Kështu që e lëm të pushoj në momentin që pushon,
mielli fillon e trash akoma dhe më shumë. Po krijohet edhe ajo ajka, ajkose, si të thuash, sipër. Gjithmonë të mbuluar, dhe mendoj që do të jetë goxha e shishme. Kemi lënë këtu pa hedhur vetëm piperin e zi. Hedhim dhe piperin e zi. Në fund fare. Që të shirojmë aromën. Kripa besoj se është e mjaftueshme. Dhe trashësia është e mjaftueshme. Mbasi thash, akoma do trashet më shumë, kur të pushoj, e hedhim supën. Në rast se nuk do të kishim shish kebabët për t'i përgatitur, nuk do kishim kohë, me një oriz të thjesht, e shoqërojmë? Me oriz? Me bukë të thekur. Me bukë të thekur, shkon. Okej. Vendosim edhe shish kebabin aty anash. Vendosim edhe 3 lugët. Çfarë lugët të jedhim? Një lugë çaj. Një lugë çaj. E trazojmë një qip. Ose mund t'ja lejmë kështu pika. Ose... Se shkon dhe me dekorin e... Ose mund t'ja hedhim në këtë formë. Në mes. Dhe këtu i vendosim edhe shish kebabin me... Ja. Kjo është supa që kisha menduar unë për sot. Dhe doli dhe shumë e bukur mbi të gjitha. Shihen e shish kebabit e provuam, më provoj pak supën në një vërca, se domatet më pëlqejnë shumë si perim. Ka një domatet të në ndihmojnë, kanë një fuqi antioksidante shumë të fuqishme. Ndihet komplet domate, prandaj shumë e shishme. Jo, absolutisht, është shumë mirë me kripën. Unë e kam lënë vetëm me kripën që kishte koncentrati. Dhe vetë pestoja ka kripën e vetë. Unë e kam përgatitur vetë pesto me borzilok. Dhe kështu mënyra se si e servir më pëlqen shumë. Ne kemi folur specifikisht për domatet, kemi kushtuar një insert të plot domatetve origjinës së tyre, si kanë ardhur në Evropë, ngjyrave që ekzistojnë për domate të ndryshme, sepse ka domate të kuqe, ka domate jeshile, të verdha, portokalli, dhe origjinës se kur kanë ardhur për herë të parë dhe lila. Në vendin ton janë disa nga këto llojet, po kryesisht të kuqe dhe domate zemërkau që quhen nga të gjatat, të mëdhat, dhe pomodorin, domate qershizat e vogla. Për herë të parë, siç kemi thënë, domatet kanë ardhur në Angli, shumë vite më parë, dhe ato i quajtën për herë të parë domate madje. Dhe ishin nga ato të voglat, të verdhat, më pas u përsos, si të thuash, lloji farës, dhe është pjesë sidomos e pastave, sidomos e suprave, në çdo gatim, madje edhe ashtu siç konsumohet. Konsumohen sepse ju bën shumë mirë për shëndetin domatja. Janë në një formë të tillë është edhe supa e sotme. E shoqëruar me shish kebabin, ndërkohë bëhemi gati tani për të sjellë në tryezë strudelin me mollë, që besoj se ka përfunduar. Lyerja vazhdimisht me gjalpin vitami e ka mbajtur të butë pjesën e sipërme. Kujdes. Ja, ta marrim këtu. E vendosim këtu një. Okej. Në kujdes. Me qenë se është e nxehtë, ndoshta vetëm sa për të prerë anash, ndoshta zonja Vjoca, si të duash vetë, si ta shohësh, si ta gjykosh, sepse sa po e ndorum nga fura dhe vëmë një letër poshtë që gjatë prerjes të përciti ngjyrën e tepërt. Dhe do të provojmë. Mirë, shtafidhe, kanell janë përbërësit kryesor në brendësi të strudelit. Kemi dhënë dhe recetën e... Këtu ka derdhur një çik mollë. Dhe ndjehet çfarë arome që vjen këtu nga aroma mollës dhe kanellës, stafidheve. Ndërkohë bëhemi gati grafikisht për të njohur, le të themi, koston e strudelit me mollë, derisa dhe ne përfitojmë, si thuash, nga fakti për të ftohur pak për 4 persona. Për 4 persona, zonja Vjoca e përmendi dhe më parë që kostoja është për disa persona. Tu mund të hanë 8 persona. 400 lek është kostoja, për 8, për 4, për 2, gjithsej në total me gjithë përbërësit që janë grafikisht, strudeli dimrit me mollë, na kushton, neve na ka kushtuar sot 400 lek. Besoj se dhe ju e keni pëlqyer për ta gatuar sot. Ja dhe një prerje tërthorazi për të kuptuar se si është trajta përfundimtare e strudelit, duke mollët e prera në kubik,
stafidet që janë lyer me kanellën dhe nuk bien shumë në sy, po ka stafide brenda. Kanellë edhe moll. U përvolova, Niki. Këtë copën që hoqe kështu më njatë dhe këto janë shumë të shishme këto anët. Lesi janë ato. Kanë marrë komplet aromën e mollëve dhe të kanellës. Mund ta pudrosi. Të lumshin duart. E pak sheqer pluhur. Mbi të. Edhe brumi shumë i shkrifut, i butë. Pavarësisht se edhe ndihmoi fakti që e lyem me gjalpin vitan, por edhe fakti që Me Niki ke do roli i miellit. Vogla se unë pa shqipe një. Se më del me gjitha të. Ka problem. Bjerë se e hedh me këtë sitën. E spërkasim pak me sheqer pluhur, Këtu, pak. sepse kjo i jep atë vullë përfundimtare, ëh? Ja, se nuk du shumë. Ja. Edhe kjo besoj pak. kur të ftohet, si thuash. Po si gjithmonë sigurisht. kur veprojmë me kekun. Se sheqeri nga temperatura fillon Ja, nga tani mori një pamje shumë dekoruese dhe a duket sikur çfarë është bërë shumë pak përbërës, molla, stafidet, se duket nga pamja që me çfarë bëri zonja Vjollca. Ishte shumë e thjeshtë procedura. Unë brumi që është shumë i shkrifët. Po, ato po vjare që ka marrë pjesën më të fortë, Po, edhe ishte, ja, e kësuar. të lumshin duart. Nga kënaqe. Shkëputemi tani, mos harroni të klikoni në balkanu.com për të mësuar sa më shumë receta nga zonja Vjollca. E di që në fund fare, imagjino kur e thua dhe vetë, zakonisht shefat e kuzhinës, apo personat që janë kompetent për një gjë, kanë shumë kërkesa. Kur e thonë vetë që ka dalë shkëlqyshëm, imagjino se sa e shishme është bërë. E janë i të provojmë së bashku, faleminderit që na keni ndjekur, ne bashkë do takohemi në pjesën e tretë, mos harroni të klikoni në balkanu.com për të mësuar tek rubrika gatimi recetat e zonjës Vjollca, gjithashtu na gjeni edhe në YouTube. Faleminderit zonja Vjollca, shihemi nesër në Potë 1 Tenor për të mësuar recetat e tjera, ndërsa bashkë do të shihemi në pjesën e tretë. Miropafsh.